Do të bisedoj këtu në studio me avokatin e licencuar në gjykatën speciale zotin Skënder Musa, që na është bashkuar në emision. Avokat Musa, faleminderit që erdhe. Me kënaqësi. Çfarë ndodhi dje realisht në Hag? Është një fazë vendimtare e procesit, kuptohet ajo punë, po i dim 45 vjetët e kërkuara për secilin prej 4 të akuzuarve, por avokati çfarë pa? Çfarë sheh profesionisti nga ajo që ndodhi? Ne i themi fjala përfundimtare, është një lloj përmbyllje gjitha provat të propozuara nga këtë rast nga ana e prokurorisë. Ajo që pash një ngjashmëri në kohën e akuzave që janë nga ish Jugosllavia ndaj shqiptarëve, ngjashmëri shumë e madhe, edhe fjala përfundimtare, ka mungu fjala iridentizëm dhe në kohëve të fundit kohët Miloševićit dhe fjala terrorizëm. Çka nuk kupton kjo që ky proces ka qenë indikuar dhe i varur nga ato që ka ofruar sistemi i hetimeve dhe i drejtësisë serbe, që natyrisht ata mendojnë ashtu. Nuk më kalon përshtypje gjua që janë përpjek të jenë të ashpër lidhur me propozimin e dënimeve, edhe pse te propozimi prokuroria nuk e qartë sa ka propozuar 45 vjet në grup për 4 persona dhe të pastaj në bazë veprimeve individuale të tyre nëse shpallen fajtor të shqiptohet një dënim. Ky është sistemi anglosakson që propozohet ndaj një grupi një dënim, pastaj gjykata nëse shpallen fajtor në bazë të veprimeve individuale të tyre, cakton cili do të dënohet më lart ose cili do të lirohet e kështu me radhë. Mirë po ajo që kemi pa gjatë këtij procesi ka qenë me të vërtetë një përshkrim i deklaratave politike. Madje kanë konsideruar përgjegjës zotin Thaçi pse ka thënë se është një ndër themelues të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe bashkëpunëtorja e Damian Sharit, pse ka qenë udhëheqës i ekipit negociues dhe gjitha këto i ka marrë si metoda të dhënshme dhe si krime lufta ose krime kundër njerëzimit që është absurde dhe skandaloze. Lufta e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në momentin që kanë ndërhyrë NATO-ja dhe kanë hyrë mekanizmat e Bashkimit Evropian dhe të Kombeve të Bashkuara, është luftë legale dhe ekziston një vendim i gjykatës ndërkombëtare që edhe shpallja e pavarësisë është legale dhe e lehtëshme. Dhe me këto akte ndërkombëtare është legalizuar lufta e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës dhe nuk ka drejt asnjë prokuror, që është ata prokuror special, dhe asnjë zyrtar ndërkombëtar që ta kontestoj legalitetin e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës si një formacion ushtarak, koherent që ka luftuar për mbijetesë dhe për liri dhe pavarësi. Këtë drejtim, gjykata në tërësi ka qenë e varur nga burimet dhe informacionet sipas versionit serb. Dhe këtë drejtim mendoj që ka dështuar gjykata. Fakti pse ka kërkuar dënim dhe ka lënë të zënë dënim është praktik e prokurorëve kur nuk mujnë me argumentu ato që pretendojnë, paraqesin një dënim super të lartë dhe pastaj hynë në çështjet procedurale, në çështjet e provave dhe në gjitha këto shkojnë të zbeju. E keni pa dje pas dënimit, çfarë zbeje ka pas dhe çfarë përshkrimi njësoj se të gazetave një sistemin komunist të tanjugut. Po të thëmë që vetëm ka mungu fjala iridentizëm, që kemi pas që nga vitet të atëni dhe ndoshta edhe më herët, po nga jo kohë të paktën ne e mojmë men, dhe në anën tjetër, me ligjet e Kosovës nuk parashihet, me kodin penal të Kosovës nuk parashihet dënimi 45 vjet për një individ, është dënimi i përjetshëm ose dënimi 35 vjet. Mirë po, kohën kur pretendohet që kry këto vepra penale ka qenë në fuqi, ku ligji penal i Krajinis Autonome Socialiste të Kosovës e lidhur me ligjin penal të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Ato dënimi maksimal që mund të shqiptohet me burg është 15 vite dhe dënimi maksimal i përgjithshëm ka qenë dënimi me vdekje, i cili dënim ka mund të shndrohet në dënim me 20 vjet me vendimin e Gjykatës Supreme të Jugosllavisë. Dhe nuk mundet në asnjë variant as prokuria dhe as gjykata të dalin jashtë këtyre kornizave. Përderisa Departamenti Special i Gjykatës në Kosovë për krime lufte i zbaton këto dispozita ligjore, këto ligje, këto mund të themi kode për shkak se në Jugosllavi janë quajtur ligje, mirë po zbatohen ato ligje. Nuk ka mundësi tash as gjykata e Kosovës, as gjykata speciale të shqiptojë dënim me vdekje për të arritur deri te dënimi 20 vjet.
Mirë po dënimi maksimal me këto ligje që janë në fuqi dhe që do të zbatohen nga gjykata speciale është dënimi prej 15 viteve në për. Pa marrë parasysh sa është dënimi maksimal. Në bazë të këtyre që kam dëgjuar dje, nuk arrit me vërtetua çështjen e përgjegjësisë. Çështja kam bërë përpjekje me vërtetua çështjen e hierarkisë, ka bërë përpjekje gjithashtu me thonë që nuk po gjykohet shtabi i përgjithshëm, po gjykohet individ, dhe kjo është një retorikë që ne kur e kemi kundërshu shqiptarët e Kosovës, qytetarët e Kosovës kur e kundërshtojmë gjykatën speciale, themi që po gjykohet lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ndërkaq prokurori që merret me çështje, kryeprokurori nuk ka qenë gjendje me dallimin mes shtabit të përgjithshëm dhe ushtrisë shqiptare të Kosovës. Aja i referohet shtabit të përgjithshëm pothuajse njësoj sikurse edhe ushtrisë shqiptare të Kosovës. Natyrisht që është një proces i rëndë, ka shumë material, ka shumë letra, shumë të marrë prej burimeve të ndryshme dhe do të jetë sfidë edhe për mbrojtjen, edhe për vetë të akuzuarit, mirë po kjo është një betejë, prej asnjë prokurori nuk mund pritet se me thonë që të akuzuarit nuk kanë faj, ato janë referenca ligjore ku parashihet që prokurori të mbrojë edhe interesat e të akuzuarve, mirë po nuk ndodh askund botë, as në Evropë, as Kosovë dhe as në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kur ngritet akt akuza një prokuror të pretendojë që të akuzuarit s'kan faj. Zakonisht përdoren Natyrisht shprehjet matrona, përpiqen me forcu gjitha ato provat, gjitha informacionet që kanë lidhur me pretendimet e tyre, po dhe çdo indicje që shkon favor të akuzës, ata e thonë edhe thonë në mënyrë më të sforcuar të mundshëm. Po megjithatë argumentojnë pretendimet e veta. Përpiqen me argumentu. Në këtë rast, edhe ju folët avokat, por a argumentuan dje dhe sot ndonjë gjë nga ato që thanë prokurorët? Realisht po flasim më tepër për ditën e djeshme. Po. Për ditën e djeshme kam përcjell disa herë dhe kam analizuar, nuk kanë arrit me dëshmu. Ne kemi pa që në fillim ka thonë që janë 100 persona të vrarë. Në një luftë 100 persona të vrarë nuk janë shumë. Nuk po them që janë pak, po nuk janë shumë. E qartë. Sepse vetëm në masakrën, një masakër po e marrëm qoftë Sodime, Izbica, po Gjako Mej, janë 200 vetë, 300 vetë të masakruar. Dhe ende asnjë serb nuk është i gjykuar, as me 5 vite, as me 10, as me 15, për ato masakra. Mirë po edhe për ata 100 persona nuk tregojnë ku janë vrarë dhe kush i ka vrarë, sepse ka edhe shumë persona tjerë që janë vrarë gjatë ofenzivave serbe, ka edhe persona që janë vrarë gjatë luftimeve. Këta po i marrin që bashkëpunëtorët e Serbisë gjatë periudhës së kohës në kohën e luftës, çdo bashkëpunëtor shqiptar që ka punuar me policinë dhe ushtrinë e Serbisë ka qenë i armatosur dhe natyrisht i ka shërby pushtetit, nuk mund të them pushtetit, po i ka organeve të sigurisë të Serbisë, të cilat kanë vepruar dhe në fakt edhe kanë luftuar kundër forcat të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk mund të akuzohet OÇK-ja, as më pak shtabi i përgjithshëm i cili nuk ka pas mundësi me pas hierarki institucionale. Nëse keni përcjell procesin gjyqësor ditën e djeshme, i kanë marrë dhe lëvizjet e shtabit të përgjithshëm në cilat zona ka lëvizur dhe një intervistë të Fatmilim që ka thonë që në pozicionin ku kanë qenë në regionin e Malishevës ka qenë më i lehtëshëm me kalu prej zone në zonë. Mirë, po nuk e kanë dëgjuar se a kanë kaluar, po ka pas mundësi koordinimi dhe nuk treguan pse kanë lëviz shtabi i përgjithshëm. Pse ka lëviz prej një zone në një zone, për shkak të pamundësisë me qëndru në atë zonë ka qenë. Është rast që nuk është hetuar nga vetë prokurorët që janë të çështjes dhe natyrisht prokurorët kur e marrin akuzën e huaj janë shumë më të dobët, shumë më të pakuptueshëm dhe shumë më të pasigurt. Edhe në këto dy ditë kam pa pasiguritë të prokurorët e çështjes, është krejt logjika, akuza është e huaj, është e përgatitur nga prokuror tjetër, madje në akt akuzën fjalë përfundimtare ka dhe intervenime nga persona jo kompetent ose kanë marrë informacione nga personat jo kompetent, ashtu siç kanë marrë në akt akuzën, ndoshta kanë marrë edhe në fjalë përfundimtare ndihmë nga institucionet e Serbisë dhe dihet që çdo informacion i tyre jepet se kënse ushtria shqiptare nuk përjashton mundësia me thonë që ka qenë agresore.
për shkak se ne dim çka mendojnë sigurimi shtetëror i Serbisë, policia e Serbisë, Ministria e Drejtësisë, prokuroria dhe gjitha ato. A duhet të marrë prokuroria kur kërkon dënimin sigurisë në këtë rast parasysh fjalët që janë thënë nga dëshmitarët e mbrojtjes po ashtu? Natyrisht Apo i shpërfill sikur se patëm raste. Prokuria është palë kundërshtar e mbrojtjes dhe zakonisht me leq parashije që të marrë parasysh edhe ndonjë provë, mirë po në praktik nuk ndodhe. Në praktik natyrisht çdo fjalë apo çdo provë që është paraqitur nga ana të akuzuarit në mbrojtjes, ajo mundohet me zhvlerësu dhe lufton maksimalisht me zhvlerësu. Është krejt e lehtëshme dhe e dijshme. Prokuria mundohet çdo provë që shkon në favor të akuzuarve ose kundër akuzës. Më mirë është me thonë çdo provë që shkon kundër akuzës që ata e kanë ngrit, ajo përpiqet me shkatërru. Për shkak se don me mbrojt akuzën që e përfaqëson, është shumë interesant në drejtësi. Nëse e marrim në aspektin se është populli, prokuria edhe nëse dënohet me shumë pak prova i akuzuari, e merr si fitore. Është e njëjta situatë edhe të mbrojtësit, të avokati. Edhe avokati nëse lirohet i akuzuarit që e ka kryer veprën penale, po e ka arrit me dëshmu pa fajsinë e tij e merr fitore, edhe pse në opinion gjithë janë zhgënjur në këtë rast, për shembull nëse ne të njoftë veprimtarin ish udhëheqësve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, politikanëve tonë që kanë shpallur pavarësinë e Kosovës, ne presim fitore. Dhe çdo vendim pa fajsi, dhe çdo vendim tjetër neve na zhgënjen. Mirë po prokurorët e prokurisë speciale i gëzon ose kundërta nëse ashtu edhe besoj që ka me ndodhë, nëse ata lirohen të krejtë e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës apo të shtabit përgjithshëm lirohen, mbrojtjes nuk e intereson epilogu si ka shku, intereson fitoria dhe ata gëzon edhe pala tjetër normalisht befasohet pse ndodhe kjo. Këto janë logjike në një proces gjyqësor, janë logjike dhe në mënyrë absolute, prokuroria në këtë rast pranë zyrës së prokurorit special do të përpiqet me çdo kusht ta vlerësoj deklaratën e Rubinit, Clarkut, Hillit dhe madje edhe Dhe ishin ato përpjekje realisht. Thanë djetë që ata nuk kanë qenë njas. Nëse ata nuk kanë qenë njas gjatë gjithë kohës së luftës, së pas luftës kur kanë punuar bashkë me Hashim Thacin, Kadri Veselin, Jakupin dhe Rejxën me ngrit institucionet, në luftë kur kanë marrë koordinata për këtyre njerëzve, kanë bashkëpunuar me këta njerëz për me fitu luftën dhe me largus okupatorin sërb nga Kosova, atëherë se është e mundshme një prokurori jashtëzakonisht neglizhence dhe shpesh duket edhe jo profesionale, me kuptu situatën më mirë prej zyreve tyre, duke u koordinuar me prokuror serb, që me një shtetar me sigurimin shtetëror, sepse ata po dalin haptas në televizion, po thonë është merite jonja që është bo speciale dhe është merite jonja që ngrit ata akuza. Ata nuk po e mojnë shef një fakt që këta kanë prokurorëve nuk ju konvenon. Mirë po ne i kemi dëgju 5-6 zyrtarë serb që kanë thonë që është merit e prokurorëve të Serbisë që është ngrit akuza. Dhe që Zoti Thaçi, ata më tepër i kushtojnë si ish presidenti dhe që Zoti Thaçi është në burg. Është një dallim i madh. Nuk ka teori që qenë njas më të mirë citatës në luftë, prokurorët e tashëm të prokurisë speciale, pra dhoma të specializuara, se Rubini, Clarku dhe Hilli. Hilli ka qenë këtu non-stop dhe ka qenë ndërmjetësues, madje ka qenë shumë më i afërt me lidhjen demokratike të Kosovës se sa me Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Në mënyrë po diplomat perëndimor, në mënyrë të veçantë amerikan, ata gjithmonë dëshmojnë të vërtetën. Nëse ata nuk e besojnë Clarkut, që ka qenë më i afërt me krahun e luftës, atëherë të njëjtën gjë dhe më fuqishëm e tha Hilli, që ka qenë mjek ish presidentit historik Ibrahim Rugova. Dhe këta e kanë dëshmuar në tërësi çështjen e hierarkisë dhe nëse nisëm nga praktika që kemi parë në luftë, ka qenë e pamundshme të ketë hierarki në Kosovë. Telefona satelitor kanë pasur një numër shumë i kufizuar. Ka zona që se ka pas atë mjetë komunikimit. Nuk ka qenë Ushtria Shqiptare e Kosovës, ata thanë që ka qenë një lloj përpjekje për më organizu si Ushtria e Jugosllavisë dhe Ushtria e NATO-s. Është e vërtetë që përpjekjet kanë qenë me u organizu, mirë po sa është e vërtetë që ka mujtë më organizu.
Dhe gjitha këto ngrisin dilema. Kjo është një luftë shumë e ashpër dhe ka me qenë edhe më ashpër lufta dhe kanë me përpjek me paraqitë se cilën letër që kanë siguru si provë të bardhëzueshme. Mirë po edhe ona tjetër e medaljes do t'jetë shumë e fuqishme besoj. Ato do ta shohim. Megjithatë, ju më herët avokat thatë se vetëm që nuk thanë irredentist dhe terrorist në prezantimin e djeshëm, por kanë thënë, ja kështu, emëronin antar të ndërmarrjes së përbashkët kriminale në mjetet përkatëse, koordinonin mjetet e tyre dhe mohuan veprat penale në përpjekje për t'i gënjur ndërkombëtarët. Ndërmarrje përbashkët kriminale e quan? Apo kjo është 100% është e marrë nga prokurorët serb, sepse ata e konsiderojnë si organizatë kriminale, terroriste dhe në bashkëkrye kanë kryer veprat penale, për shkak se këto me siguri e kanë kuptuar dhe nuk e kanë zbërthyer asnjëherë në fjalë të sakta, mirë po ndoshta po supozoj që kanë për shkak të komandantëve të zonave dhe udhëheqësve të njësive më të vogla që kanë mund të ekzistojnë gjatë luftës. Dhe kjo është e paligjshme dhe është kundërshtim me gjitha veprimet që i ka ndërmarrë bashkësia ndërkombëtare për me përkrahur shtimtare të Kosovës me intervenimin e NATO-s dhe për me përkrah edhe të drejtën e popullit shqiptar që të jetë i lirë dhe të largohet okupatori serb. Kjo gjykatë kjo prokuri ende nuk është ka pranon një realitet që është kriju në Kosovë gjatë luftës dhe subjektivitetin që ka pasur Shtria Shqiptare të Kosovës të njohur nga NATO-ja, OSB dhe Bashkimi Evropian dhe në atë kohë edhe vendet e grupit të kontaktit. Tani, të kthejmë edhe një herë të çështja e ligjeve të cilat do të jenë vendimtare në këtë gjykim të ish-krerëve të UÇK-s të Kosovës, të ish Jugosllavisë, sikurse thatë më herët zoti Musa. Po, pse të ish Jugosllavisë? E shpjeguat shkurtimisht. Pse të ish Jugosllavisë? Nëse do të ishin ligje të mira për shqiptarët në Kosovë, shqiptarët e Kosovës nuk do të kërkonin të largoheshin nga ajo strukturë shtetërore, do të vazhdonin të rinin me ato ligje. Pyetja është shumë e mirë dhe shumë e vënë dhe do ta kuptoj gjithë opinioni. Nëse kemi ndryshim të kodeve, kodi vepron në kohë dhe territor të caktuar. Në kohë përfshin kohën e kryerjes së veprës penale. Koha e kryerjes së veprës penale kanë qenë në fuqi kodi ligji penal i Jugosllavisë dhe ligji penal i Krajinës Autonome Socialiste të Kosovës. Kur merret diskutohet cili ligj do të aplikohet, do të aplikohet ligji që është tani në fuqi apo ligji që ka qenë në fuqi, atëherë gjykatat janë të obliguara sipas detyrës zyrtare apo ex officio, si thuhet në gjuhë juridike, që të aplikohet ligji që është më i favorshëm. Në këtë rast ligji më i favorshëm është ligji i Jugosllavisë. Sa i përket veprave penale, ligji i Jugosllavisë nuk ka parapar diskriminim, nuk ka përmend nacionalitete. Veprat kanë qenë të shkruara, madje ka qenë një kod penal duke nëse ja shveshim pjesën politike të sistemit që ka qenë i përzierë me ideologji komuniste, socialiste, ka qenë një kod pothuajse i harmonizuar me vendet e Bashkimit Evropian. Veprat penale, lartësia vepra penale ka qenë pothuajse identike sa ashtu siç e ka pas Gjermania dhe vendet perëndimore dhe mund të them që ka qenë një ligj shumë më adekuat dhe më mbrojtës i të drejtave të akuzuarit se sa në secilin shtet komunist. Okej. Ju bën dëm në proces gjykimi fakti që është ligji i Jugosllavisë? Jo, në mënyrë absolute. Ne kemi qenë pjesë e Jugosllavisë dhe me rastin e shpërbërjes së Jugosllavisë, edhe ne si shumica e popujve të Jugosllavisë, kemi kërkuar dhe kemi punuar që ta fitojmë të drejtën tonë që të kemi shtetin tonë. Këtë luftë para nesh e ka zhvilluar Slovenia, Kroacia, Bosna dhe Hercegovina dhe ajo çka duhet me thonë dhe duhet me ditë edhe prokuror special po dhe gjyqtarët, të gjitha luftat i ka filluar dhe i ka nisë Serbia. Në gjitha republikat e Jugosllavisë, duke përfshi këtë të fundit Kosovën, është Serbia që ka kryer krime
luftë të krime kundër njerëzimit, madje nëse hetohet dhe diskutohet në mënyrë të panshme dhe në mënyrë profesionale nga ekipet të caktuara prokurorësh eminent që janë merren vetëm me çështje të drejtës ndërkombëtare penale, ekziston mundësia dhe jam i bindur që në Kosovë kanë kryer edhe gjenocid, sepse elementi i genocidit është edhe spastrimi etnik, siç ka ndodhur në Kosovë në 99-ën, ku mbi 1 milion banor janë detyruar të largohen nga Kosova, qoftë në mënyrë të organizuar përmes trenave apo përmes makinave private që kanë qenë 2 destinacione ku i ka orientuar ushtria dhe policia e Serbisë, respektivisht e asaj Jugosllavisë të cunguar që ka qenë në atë kohë, Maqedonia dhe Shqipëria. I merr parasysh faktet historike dhe zhvillimeve politike në një regjen caktuar, këtë rast ish Jugosllavin kjo që ka. Duhet të marr parasysh me vetë faktin që prokuria ka filluar që nga celulat e para të shqiptare të Kosovës të analizoj. Madje një akuzë është të zotit Thaçi thotë që ky fakti që ky ka qenë dhe ka kryer krime është se ky ka qenë bashkëthemelues dhe bashkëveprues me Ademian Sharin. Dhe nëse aja konsideron që ka qenë kriminale, themelimi dhe iniciativa për ta krijuar Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, atëherë do të marrë parasysh zhvillimet historike dhe politike të Kosovës. Do të marrë parasysh edhe faktin që Kosova ka pas subjektivitet brenda Jugosllavisë, po dhe subjektivitet ndërkombëtar, sepse ka pas edhe sekretariat atëherë është quajtur, që tash do të ishte zbërthyer si Ministri e Punëve të Jashtme, ka pas sekretariatin për marrëdhënie me jashtë, ka pas gjitha ministrit. Qeveria e Kosovës, po flas për kohën e autonomisë, ka pas të gjitha ministrit adekuate që kanë pas të gjitha republika tjera, ka pas edhe mbrojtje territoriale. Thjesht ka qenë çështja e emrit për shkak të kundërshtimeve të mëdha që janë bërë nga ana e Republikës Serbisë, dhe nëse don ta analizoj pse ka ardhur te krijimi i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, ajo do ta marr parasysh edhe sistemin institucional të krajinës Kosovës dhe kompetenca që ka pas krajina para ardhes së Miloševićit në pushtet. Dhe pikërisht regjimi i Miloševićit i pasuar nga regjimi i Aleksandar Vučićit, që vazhdon me të njëjtat akuza të punoj dhe të veproj në dëm të Kosovës edhe në këtë rast edhe në aspektin juridik, se kjo është aspekt juridik, mirë po në tërësi kjo akuzë është pura politike ndikuar nga Serbia dhe Rusia. Në fakt politike ka pasur edhe disa çështje tjera, prokuroria ka përmendur aspektet përballjeve politike në Kosovë. Pse? Ç'lidhje kanë me këtë gjykim? Këto mund unë ndryshoj që të gjitha këto që janë politike i ka marrë direkt nga sigurimi shtetëror i Serbisë, sepse sigurimi shtetëror mbledhin informacione të klasifikuara dhe në fakt informacionet që mbledhen nga këta nuk mund t'i përdor prokuria speciale për shkak se në Kosovë është ndaluar shërbimi informativ i Kosovës apo AKI-ja, ka të drejtë të mbledha informacione, i dorëzon policinë, prokuri, por ato nuk janë prova. Rastet në Kosovë, me bazë të legjislacionit të Kosovës, do të iniciuar nga policia, prokuria, këto janë organe kompetente me ato. Ndërkaq në gjykatën speciale po përdoren në informacione, shumica e juristëve që kemi diskutuar dëshojnë që përdoren në informacione të udhës. Nuk mund të përdoret për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, çështje të diskutimit të partive politike me zëti, siç ka ndodhur të çështja e themelimit të ekipit për bisedime në Rambuje. Është aftësia e një lideri që ta marrë udhëheqjen, dhe ato është çështje kompromisi, nëse gjithë ata persona duke përfshirë edhe vetë presidentin Rugova, që kanë propozuar që tjetë zoti Thaçi udhëheqja, ka qenë një veprim shumë i mençur, shumë i zgjuar, dhe nuk mund të jetë ajo asnjë provë, asnjë dëshmi që mund të dëshmoj një krim që lidhet me krime jo të luftës, po me ndonjë krim për ndikim, ushtrimndikimi apo diçka tjetër. Dhe jo krime lufte, është absurde dhe është me të vërtetë është një terminologji që është përdorur skandaloze në aspektin juridik. Cilat janë zhvillimet e ardhshme nga pikpamja e procedurës? Çfarë ka në radhë? Tash gjitha këta do të përpiqen se po e shoh gjatë elaborimit të fjalës përmbimtare për i përzinë provat personale dhe provat materiale. Provat personale lidhen me individin. Dhe asnjë fjalë të mirë për zotin Thaçi dhe lider të tjerë të shtabit të përgjithshëm deri tash nuk e kemi ndëgjuar nga prokuria dhe nuk pres ta dëgjojmë sepse roli i tyre është ta mbrojnë këtë akuzën.
ndërka që provat materiale janë këto që thuhet prova numër kaq, dëshmon se në një vendin është kryer vepra penale, nuk mund të përmendet emri, nuk mund të përmendet dëshmitari, disa teori të kota se kënë se është rrezik për jetën e tyre. Në anën tjetër në Kosovë asnjëherë që ka rreziku jeta askoj, njerëzit i njohin edhe dëshmitarët, mirë po nuk ka ndodhur që në një vend caktuar qoftë edhe në kafe publike me thonë dëshmitari pse ka dëshmuar qytetarët e thjeshtë dhe jo politikanët apo strukturat e policisë, të ushtrisë apo diçka tjetër. Janë o egzageruar çështja. Kemi pas nga ana e prokurisë kemi pas më tepër prova materiale për shkak se çështë provat personale nuk i përmendin këta, nuk e përmendin të arriturat e hashimthaqet për krimin, po thëmë hashimthaqet ja krasniqet po të 4 personave për krimin e një shoqërie multietnike, nuk i përmendin meritat e zotit Thaqe për shpalljen e pavarësisë Kosovës dhe njohjen gjatë mandatit të tij mbi 100 vende që kanë njohur nga vendet ka vinë shumica e prokurorëve që kanë njohur të Republikën e Kosovës, pastaj nuk e përmendin drejtat e shumta që ka dhënë komunitetit serb që në vetë vendet ku janë të ngavim prokurorët nuk ka asnjë minoritet që ka gëzon këto të drejta. Nuk ka as në Angli, as në Gjermani, as në Spanje, as në Francë që në minoritet të caktuar me 5-6% të ketë vende të rezervuara në kryetar, të ketë vende të rezervuara në qeveri dhe po i thojnë diskriminim pozitiv, po është diskriminim që në fakt Kosova këta njerëz që atje sot po gjykohen se kanë kryer vepra penale, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, ju kanë dhënë të drejta, kanë pranuar që të keni shoqëri të tillë të organizimit sistemit juridik me drejta kaq të larta të minoriteteve. E përmenda minoritetin serb sepse pothuajse një të çështje është edhe me minoritetin bosnjak, turk, rom, gjitha minoritetet janë të integruar në jetën edhe arsimore dhe politike dhe në gjojëmtari të jetës shoqërore dhe shtetërore të Kosovës. A janë të pavarur gjykatësit ata që do të marrin vendim në fund? Është një pyetje që në aspektin profesional është shumë e thjeshtë, thuhet po. Janë të detyruar të jenë të pavarur. Janë të detyruar me dispozita ligjore dhe unë shpresoj që këta gjyqtarë që kanë shansin të jenë jashtëzakonisht profesional ta ushtrojnë detyrën e tyre në mënyrë objektive dhe të pavarur, ashtu siç e kanë mësuar që nga fillimi i studimeve të drejtësisë dhe të zbatojnë dispozitat ligjore dhe konventet ndërkombëtare që gjyqtari të vendosë në mënyrë objektive të pavarur dhe duke zbatuar etikën morale dhe ligjore. Nëse veprohet në bazë të pavarësisë objektivitetit të gjyqtarëve dhe duke zbatuar një etikë të pastër morale dhe ligjore, atëherë mund të ketë gjykim të drejtë. Dhe gjykimi i drejtë pas një dëshim të do të sjellë akt gjykimdhërues. Po këto çështje që u përmendën nga prokuroria janë të qarta për gabimet qofshin logjike, qofshin procedurale, qofshin të vështrimeve të ngjarjeve historike, janë të qarta për gjyqtarët? Gjyqtarët do të analizojnë. Nuk mund të them që janë gabime të prokurisë, po janë qëllime. Qëllime, sepse gabim është kur nuk e njeh një situatë, ndërsa qëllim është kur ti je obliguar me njohur një situatë, edhe në rast se ti nuk e ke arrit me studiu landën, me studiu situatën, me studiu terrenin, me pas dëshmitar objektiv, dhe jo çfarë dëshmitarësh kemi dëgjuar në prokurorisë, këta që kanë qenë publik, kanë qenë skandalaz, edhe me dëshmitar të tillë, atëherë nuk mund të vihet në një përfundim logjik për me ngrit një akt akuzë kaq të dobët dhe kaq armiqësore kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sepse po them e dobët, është një përshkrim i ngjajshëm që është bërë para lufte edhe nga gazetat e Serbisë, tani Ugu dhe mjet RTS e kështu me radhë, dhe ata nuk e marrin fare në shef, dëshmitarët, një pjesë e dëshmitarëve edhe kanë deklaruar që eks materialin e kanë marrë nga RTS-i. Dhe ka që RTS-i ka qenë 100% organi i Partisë Socialiste, respektivisht organi i Miloševićit. Edhe me qenë Serbia shtet demokratik, dhe Kosova me luftu me Serbi, nuk mund të merret si prove besueshme, prova që dorëzohet nga një shtet ku shteti tjetër ka qenë në luftë me ta. Prova do të merret në terren nga njerëz neutral, njerëz që kanë pa, dëshmitarë që kanë pa gjendjen, e kanë pa me sytë e vet,
ose kanë dëgju prej X personit që ja din emrin dhe mbi emrin, dhe din datën ose javën, po gjithësisht do ta din vitin dhe muajin kur kanë bisedu, dhe do ta din vendin kur ka ndodhur kryerja e veprës penale. Dhe jo të shkohet, siç i kemi panit disa dëshmitarë, jo i kam pas altia, jo ma kanë vjedh lopën, ma kanë vjedh mzatin, kanë bom gjithë zeza me dëshmitarë që sharak. Na nuk e dim dëshmitarë të fshehur apo të mbrojtur, çka kanë deklaru, mirë, po nuk besoj që kanë qenë ata ma konkret. Por më bo ma interesant, seancat mbyllët, të hapëra, është e drejtë e prokurisë me kërku, e drejtë e gjykatës me vendos me mbyllë seancat. Po këto mbyllen atëherë kur rrezikohet jeta e dëshmitarit, jeta dhe shëndeti i dëshmitarit apo familjarëve të tij. Nuk ka pas ndonjë arsye të fortë pse mbyllen seancat në shumicën e rasteve. Tani, çka nëse? Çka nëse në çdo variant të mundshëm? Çka nëse gjykata i merr parasysh më tepër ato çfarë prezantoi prokuroria? Çka nëse dënohen? Çka nëse lirohen? Çka nëse avokat? Pa marrë parasysh cili do të jetë gjykimi, lirues apo dënues, procesi nuk përfundon këtë sepse është edhe e drejta apelimit të dy palëve. Edhe e drejta apelimit në rast se lirohen, nga ana e prokurisë dhe përfaqësuesve të palës së dëmtuar, përfaqësuesve të palëve të dëmtuara, gjithashtu edhe në rast se dënohen është e drejta e ankimimit nga ana e mbrojtësve. Mirë, po ne deri tash e kemi dëgjuar në fjalë përgjimtare të prokurorisë, e cila është marrë nga akta akuza, në dukje është e ashpër, sepse kërkesat janë të ashpra për shkak se, e thash edhe më herët, çdo në ashpërsinë e kërkesave për dënim shefet pa mundësia për me argumentu fajsinë. Dhe tash do të me prit edhe mbrojtjen, e cila besoj dhe duat besoj që ka me qenë e fuqishme, sepse në këtë rast, përveç paraqitjes së provave të saj, mbrojtja duhet të interpretoj edhe provat e prokurorisë dhe tregoj qartë se nga kush janë marrë ato provat, a kam vlerë apo nuk kam vlerë ligjore dhe a mund gjykata ta bazoj vendimin në provat që mund të them shumica atyre provave janë marrë nga ana e institucioneve të Serbisë. Dhe nuk besoj që një gjykat apo një gjyqtar me kredibilitet ndërkombëtar, siç janë këta tre që do të guxojnë, do të kenë guxim profesional që të marrin një vendim duke u bazuar në provat e dorëzuara nga një shtetar mik. Nga perspektiva juaj pure profesionale? Nëse referohem gjykatës së Hagës, gjykatës për krime të Jugosllavisë, gjykatës që ka qenë për krime lufte në kohën e nacizmit, unë mendoj që këto prova do të hedhen poshtë nga ana e gjykatës, sidomos nga gjykata për krime lufte, kemi dy vendime që janë në favor të Kosovës, vendimi i zotit Haradinaj dhe zotit Limaj, në të cilat vendime është vërtetuar një element që këta po përpiqen me argumentu që ushtria shqiptare e Kosovës nuk ka pas hierarki. Dhe kjo është një praktikë e mirë gjyqësore që dëshmon që s'ka pas hierarki, dhe në anën tjetër edhe te përgjegjësia individuale asnjëri nga këta tre persona nuk është duke akuzuar se ka vrarë, nuk është duke akuzuar se ka urdhëruar, por janë duke akuzuar se këta kanë pas autoritet dhe është dashme parandalu. Dhe në këtë aspekt është më sfidues edhe për prokurinë me vërtetu këtë tezë, mirë po është shumë sfidues edhe për mbrojtjen, se dy anë është një trekënsh që do të dy anë të përputhen ato dhe të argumentojnë. Është me lehtë ndoshta për mbrojtjen ta argumentoj pafajësinë, sepse kur klienti është që s'ka kryer krime direkte dhe nuk ka pas mundësi me urdhëru siç pretendohet, besoj që gjithmonë të drejtin është ma lehtë me mbrojtë se sa me akuzu. Edhe në këtë rast besoj që ka me fitu mbrojtja sepse ata mbrojtë që kanë 4 persona të pafajshëm, dhe shumë ma lehtë është me mbrojt personat e drejtë që kanë punuar për liri, për drejtësi, për pavarësi të vendit vetë, se sa me përfasun një akuzë bazë të materialeve që ja ka qenë Serbia dikmatit dhe pastaj direkt prokurorëve. Për fund fare, zoti Musa, kemi një protest paralajmëruar që është thirrë për ditën e pavarësisë.
protesta të kësaj natyre, që kërkojnë drejtësi e jo politik në një gjykim, ndihmojnë, bëjnë dëm. Jo, dëm nuk bojnë, këto ndihmojnë për shkak se gjykata speciale ju e keni pa kohëve të fundit ka dërguar dhe plotësor në për shkolla me mënyrë që të krijojnë një opinion pozitiv për veti. Mirë po, në anën tjetër këto protesta besoj që kanë me qenë masive dhe të mos marrin parasysh çfarë bindje politike kanë, sepse nuk janë partitë politike duke u gjykuar, por është duke u gjykuar ushtria shqiptare e Kosovës dhe është duke u gjykuar personi që ka shpallë pavarësinë e Kosovës. Dhe në këtë drejtim besoj që ka me qenë pjesëmarrja masive në këto protesta dhe duhet jetë masive pjesëmarrja në protesta, sepse i tregohet krejt botës dhe i tregohet edhe gjyqtarëve dhe prokurorëve që kjo gjykatë nuk e ka për krajën e popullit të Kosovës, është gjykatë politike, është duke vepruar prokuria, është duke vepruar politikisht, fjalimet e saj më tepër i ngjajnë pamfleteve politike se sa prova materiale që duhet të përdoren në proces gjyqësor. Unë ju falenderoj shumë, avokat Musa, që erdhët sot dhe që ndatë përvojat e perspektivat me ne. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe për jush.